home sweet home. Kur filloj të flas shqip edhe marr frymën shqiptare bëhem njëri tjetër në mënyrë imediate. Nuk mendoja kur që do bëhesha stiliste. Dizenjoj për femra, i bëj fustanet në një mënyrë që mos jenë më shumë se sa vajza vet. Giselle, Kate Moss, Paris Hilton ka qenë ajo, nuk e përmendi kur emrin ton, Katy Perry, Paula Abdul, Janet Jackson, vajzat e Trumpit, Jennifer Lopez, Evangelisten, Dana Christensen, Anna Kournikova, Lauren Sanchez. Jemi bërë gati shtëpia e influencerëve. Në social media kemi gati 1200 influencers, tash jemi ne që zgjedhim, më përpara celebriteti na zgjidhte ne. Floriana Garro, Luana, Mina Kumulaj, Tika Canaj. Kur shkova në Miami, për herë parë pasha të ndjenjën që wow, prita ndjej vetën femrore dhe unë. Më është dash 30 vjetë me arrit të përmbush çdo dëshirë që një femër ka në një fustan. Populli na ka ngrejt neve, na ka vënë në nivel me Chanelin, na ka vënë në nivel me Hermes. Gjërat tona antike shiten në të njëjta dyqane, me të njëjtat çmime ngaherë edhe më shumë. Vajza shqiptare është shumë e bukur, është shumë femrore, nuk i vej fare meshkujve gjithë botën që adhurojnë femrat shqiptare, e kuptoj shumë mirë pse. Nuk e bën punë keqe shqiptari, ka turp me bë punë keqe.